Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të nisur maratonën tonë të gjatë të komentimeve. Jam këtu pranë jush për të komentuar lëvizjet edhe ngjarjet më të fundit. Kemi lëvizje shumë realisht nga ana e personazheve publik, ka patur pikpyetje të mëdha, çfarë po ndodh me to, çfarë po ndodh me marrëdhënien e tyre, çfarë po ndodh me dashurinë e tyre. Unë dua që të komentoj të gjithë nga pak, por më besoni që kureshtja dhe dëshira e publikut për të ditur rreth Brikenës edhe Mateos është jashtëzakonisht e lartë. Të gjithë duan të kuptojnë se çfarë po ndodh mes Brikenës edhe Mateos, çfarë po ndodh në këtë marrëdhënie, çfarë po ndodh në këtë çift. Një fotografi e cila u hodh në story, ku të dy ishin shumë afër njëri tjetrit, domethënë shumë të lumtur bashkë në Top Arena, u hoq me njëherë dhe u komentua jashtëzakonisht shumë. Domethënë unfollow në Instagram u komentua jashtëzakonisht shumë dhe të gjithë duan të dinë vërtet çfarë ka ndodhur me këtë çift. Tani, çifti nuk është se preferon që të del të flet në rrjetet sociale. Çifti nuk është se preferon që të jep një sqarim për publikun se përse nuk ekzistojnë në Instagram të njëri tjetrit. Dhe nga vetë fakti që çifti nuk tregon asnjë gjë, kjo tregon që marrëdhënia e tyre është harmonikisht shumë e lumtur dhe shumë e bukur. Unë dua që ju të jeni pak më të qetë edhe ti logjikoni gjërat në formën pak më të thjeshtë, sepse vetë Brikena në Shizon Top e ka thënë që unë me Mateon kam patur më shumë momente të bukura se sa momente të vështira. Do të thënë kam kaluar më shumë momente pozitive se sa momente negative. Kjo nënkupton që marrëdhënia e tyre ka patur çaste fantastike. Tani në çdo çift ekzistojnë krisjet. Në qoftë se një dashuri nuk do të kishte krisje të vogla, atëherë në asnjë mënyrë nuk do të ishte marrëdhënie dashurie. Ajo do të ishte një diçka falso. Unë mendoj që dashurinë e bëjnë të bukur ato xhelozitë e vogla, ato momentet negative të vogla që kanë dhe ato atë lezetin e vet, ajo zënka e vogël që në fakt mund të ekzistojë. Nuk mund ta bëjë një dashuri të bukur vetëm lumturia, vetëm pozitiviteti, vetëm energjia e mirë. Sepse në momentin që ka vetëm pozitivitet, ka energji të mirë, atëherë do të thënë ka diçka që nuk shkon në atë marrëdhënie. Unë mendoj që dhe Mateo, siç është bashkëshort apo i dashuri i Brikenës, ka të drejtën që ta xhelozon, kanë të drejtën për zënka, kanë të drejtën për kacafytje, ashtu dhe Brikena në anën tjetër ka të drejtën për kacafytje, ka të drejtën për zënka me Mateon, ashtu si çdo çift. Por, nga burimet e afërta, domethënë jo nga çifti, nga burimet e afërta me çiftin, kemi arritur të kuptojmë që marrëdhënia është harmonikisht shumë e lumtur, çifti vazhdon që të jetë shumë i lumtur bashkë me njëri tjetrin. Dyshimet e mia janë që nuk është një fshirje nga Instagrami, por është një opsion që Brikena e ka fshehur Mateon në Instagram që të mos të kuptohet, ajo që të jetë kjo lloj lëvizja, strategjia për marketing, me thënë të drejtën, që është në favor të tyre, por edhe në favor të Top Arenës. Tani, shumë prej jush më kanë pyetur Tiron si mendon. A mendon ti që Mateo mund të bënte një lëvizje në këtë moment të acaruar mediatik, jo të acaruar të tyre, dhe ta propozon Brikenën? Unë mendoj që Top Arena do të përfundon, do të merr fundin e saj në këtë stad. Top Arena do të ketë një super surprizë të bukur nga ana e Mateos. Mateo njihet për këtë romanticitetin që e karakterizon si njeri. Ai gjithmonë është munduar që t'i bëj më të veçantat për Brikenën, ai gjithmonë është munduar që të bëj momentet më të bukura për Brikenën, që Brikena të jetë e lumtur, të jetë pozitive, të merr atë dashurinë që një mashkull mund t'i jep, dhe realisht, pash një Brikena shumë energjike dhe shoh një Brikena në çdo prime shumë dinjitoze. Unë jam i bindur që Mateo do të propozon
Brikenën dhe këtë ma besoni, jam shumë i bindur. Jam i bindur që Mateo do të bën që Brikena të jetë e lumtur, që Brikena të jetë energjike dhe të jetë e bekuar në të gjithë shoqërinë shqiptare, sepse Mateo është edhe shembulli i idealit se si duhet sjellur me një femër. Domethënë unë e pres, momenti në moment e pres që Mateo të bëj këtë lëvizjen, por me patjetër ky propozim jam i bindur që do të vinë në episodin e fundit e Top Arenës për ta mbyllur me dashuri. Domethënë u nis me emocion, u nis me pikpyetje, u nis me situata interesante dhe të mbyllet me dashuri. Kjo është arma më e bukur e një çifti, kur gjërat në jetë i mbyllin me dashuri. Unë në këtë mes vërtet shoh shumë gjëra të bukura, shoh shumë surpriza interesante, shoh shumë surpriza pozitive dhe jam i bindur që Mateo do të bën një lëvizje që do të jetë një lëvizje pak e papritur për të gjithë. Unë besoj në dashurinë e Mateos, nuk ka njëri mua që mund të më bindë që Mateo nuk e do Brikenën, janë të turpshme të dëgjoj fjalë që Mateo është duke e përdor Brikenën, unë shoh një marrëdhënie serioze, një marrëdhënie korrekte në aspektin familjar, do me thënë e pranueshme dhe duar trokitur nga ana e familjes së Brikenës, e pranueshme dhe duar trokitur nga ana e familjes së Mateos. Me thënë shoh një marrëdhënie shumë të lumtur, shoh një marrëdhënie shumë pozitive dhe shoh një çift që vërtet din të bëjnë dhe din të japin dashuri të mirëfillt. Me thënë, unë shoh një histori këtu në këtë mes, një histori që vërtet do të triumfoj në momentet më të papritura në fakt të këtij çifti. Shpresoj që gjërat ju shkojnë gjithmonë mirë. Unë e di që Mateo do ta bëjë një dedikim të veçantë, ai ambient do të mbushet komplet me lule, me dhurata, me surpriza dhe do të jetë një diçka shumë e bukur që do t'i dedikohet vetëm fenomenit Brikena. Do të thënë do të jetë një gjë fantastike që do të dhurojë një energji shumë të mirë. Shpresoj që gjithmonë të na vinë në këtë formë, shpresoj që gjithmonë të na japin energjinë kaq të mirë dhe të na tregojnë që ato janë një çift ideal dhe që din të bëjnë gjëra shumë të bukura, do të thënë din të na japin adrenalinën e vërtet. Vazhdoni të më ndiqni me subscribe, vazhdoni që të jeni pranë meje, vazhdoni që të më dhuroni këtë mbështetjen që më jepni, sepse na kanë mbetur pothuajse vetëm një muaj e gjysmë, nga vetë fakti që po sjellim në treg një super projekt, një projekt i bukur që do të jetë fokusuar tek showbizi, do të thënë komentet tona që do të bëjmë rreth personazheve publik, rreth ngjarjeve më të fundit, kanali Monitorit do të jetë aty dhe do të jemi ndryshe nga herët e tjera, do të thënë shtatori do të jetë krejtësisht tjetër. Abonohuni të gjithë me subscribe në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit.